pas shef, edhe nuk e kishte pas shef me çu. Për shembull kur lona ose kur jeton dy mure ose diçka, ajo do të nuk është ke besim, ke besim. Se erun e vesh një mbështjas. Unë se kisha pas problemi që një moshkull fillon të flirt me ty. Ti me tamam e ke dashurin të shtëpia xhana sana. Por në varet për me, po në varet më për me a bën flirtaj me mua jo, se unë ja lejoj moshkullit. E kuptoj. Unë si femën ja lejoj atij që shfol me mua çuçi. Kjo forca, nespo. Unë ja caktoj limitet. Kur ti e din dashurin tonë dhe din kanë ki dashur. Jam dakord, por njerëzit gabojnë. Në li për të është vend i rrezikshëm. Ka gabimet që zbohen, ai ka kuptuar. Po janë të null, pse janë të null, pra? Mos, okay, se idenë tani kena të qarta. Kështu, jo, s'ke, pse janë të null, janë të null shumë mos. thjeshtë, Po fjala se e ka mirë. njerëz kështu, e ka ashtu, ka femna ma adopta që për shembull nuk din me ik ose nuk din me u ik situata ose balla. Ai ka kuptuar. Ka dhe femna që ju pëlqen. Ti je një situatë aty 20 vjet gjatë natës kanë marrë me tentu me flirt me ty. 20 vjet gjatë natës. Po unë mas në vet nuk du me shku në atë. Po dhe në zotari... Dakord, 20 herë nalesh ti. Ama çka po thotë Eliona? Eliona po thotë nëse ti je femër e fortë, edhe nëse shkon atje nuk do, ti edhe nëse mush me ndaj shtëpi, burri shkon punë me burrë, po edhe qëndrimi atë ka ndodhur në herë ti si mashkull, je shku, e ki pa një femër të bukur, po nuk e ki pas guximin mi fol veç në qeret sej, veç në mënyrën se që ka ndaj. Ti vet ja lejon mashkullit mënyrën se si flet me ty. A ki shku në diskoteka? Si s'ke guxim, vlla. Gjoksi është, shale është, si s'ke guxim mos e flet. Shkatash po flasim. What the fuck? Jo, ashtu për degradant. Për që kanë qitë ato aty kanë qitë që është trupi vetë dhe mëjnë me vesh ka dojnë. Jo, në realiteti, në është nuk duke më bukur, por realiteti. Realiteti është ashtu. Po ka dhe femna që nuk shkojnë diskotek. Dy lloje. Ti aty që po për caktime. Dakor, po ashtu do mos më që po dish për veten e vet. Po mos i përfshi tana se çaty mu po. Pa e mor ky e mor është një shembull, se jo që pi përfshin gjitha. Ky mor është shembull. Po s'është as shembull i mirë, se a din çush është, ajo është sikur me thon ke vesh kështu, ke vesh ashtu, për çka ka vesh ajo është zgjedhja vet me vesh ka dën. Ajo për ty se ka vesh. Eksakt, do të thon çka vesh, nuk puna guximit, ti the puna guxim, a jem të fol për një femën që është në lidhje. Se mu vesh një femën që është në lidhje për një mashkull tjetër, ajo ka din çka e ka fol. Ajo veshet për veti. Ma nuk s'po flet në aspektin individual. Jo, ky po thot çashtu po fol. Jo, ky s'po flet në aspektin individual. Në përgjithësi. Në termin e përgjithshëm. Edhe unë po folin përgjithshëm. Se nuk ekzistojnë dy lloje femrave. Po, është fakt që ekzistojnë dy lloje. Po jo nuk është në rregull me gjyku në atë mënyrë. Vesh një lloj femrave. Nuk është okay. Ti kur kalon me një person, ai person ku nuk është i yti. Ti nuk mundesh me marr ato pjesë tonë. Ki dhe meshë se nolë betin, a ki dhe meshë që ngacmojnë. Veç që t'jenë fjallit, a jem ka folin për meshkë e për femna në lidhje, që jënë lidhje. Po kë folin në aspektin për vetën e veta, kur i qetë dhe bënë qëtu ta unë s'pojmë tha pa full. Jo si të the, nuk kam qirë me shu shumë. Ti the, atë ko taku në herë, kur e shevi femën, edhe vetëm nga shikimi saj, të banë më nalë ty. Nuk ta jep guximin më shku mi fol, është qëndrimi i femnës. Ka taku, kja femna, po më ka taku dhe kjo tjetra. Që një farë mënyret, adin, ashtë kjo veshje, adin, ashtë më vjen këtë që po kalon kështu për... Po nuk ma ktheve përgjigjen, atë ka ndodhë në herë me pa një femën, e si pas qëndrimit vetë, ti ki menu, po shkoj mi fol hëtë se nuk ka mundësi, a e ka kupton që ku jom ka du me dalë. Atë ka ndodhë po ajo, sigurisht ka, e qëtu po du me dalë, një femën që është për shembull në lidhje dhe një femën e folë, e mon qëndrimin e vetë dhe nuk e len më ardë deri në spik, një ardë në zërveta, një bodal ka gjithë dhe një bodal që vjen e të folë. Po, aty është gabimit e femna, e ato si mbrojnë, ato në asë njëherë si mbrojnë ato lojët femna. Ato femna i urrej, nuk është në regull ajo. Nëse qëre, në koncepti i fjallës, ku fletë në aspektin individual dhe në aspektin e përgjithshëm. Alë faktikisht në rënë koncepti. Në rënë koncepti, unë po thonë që po në rënë koncepti. Menimin personal. Shumë kush mos me do mendimin personal. Unë kam do mendimin. Full për individ. Po s'po shumë kush mos me do mendimin personal. Unë po të dojnë mendimin, është shumë okej. Tipi jem ashtë i fije, nuk e di, ashtë i fije old school. Ashtë i fije old school. Por, nuk po e di këtu se një disha më ba, dhe del në njëri keqa, po dhe nuk shu. No, ti e ki mendimin tonë, it's okay. Amo pjesa që na dole
folëm ram dakord. Dakord, pa realiteti... Ti është patëm nevojë me folë ma shumë. Dësha me folë me fantazi, libra, sot bukur librat, dësha me folë realiteti. Tash nëse je me mu, që sot dush femnat që janë të martume, që janë flirti. Unë e realitetin teme dhe unë të thash femnat që janë lidhje ose të martune e janë flirti, atu s'kan vlerë. Atu nuk janë femnat mirë. Jo, nuk është në rregull. Atu nuk janë mirë. Ndoshta edhe lypi ndim se s'janë të lumtura. Në këtë rast, në qoftë se e ka një femën që është flirti, nuk është ajo okej, ajo kupton. Unë s'po flas për veten, se më fol për veten unë adoptoj jetën teme në momentin që hi lidhje nuk i la do gjona anash, a i ka kupton lihen vetë, dush your lifestyle dush me përshtat me lidhje, a i ka kupton se nuk e ki jetën njëjtë si single si në lidhje, nuk del ti njëjtë si kur t'jesh single si kur t'jesh në lidhje. Unë kur t'jom në një lidhje jam shumë aron, jam shumë serioze. Aje që më du me thonë, unë ty jam ka t'kuptoj, po ti mua je kam kuptoj. Vesh ta spjegoj shumë. Njëri gabon. Probabiliteti maj madh me gabu a njëri ashtë kur t'jesh me mu, aty me dali, dark, romantika dhe qa, kur t'jesh me mu, apo kur t'jesh ti me 3 shoqe, me minifon, e gjokës për jashta, tequila të natën, pija të natën, edhe ashtë probabiliteti maj madh që ti mund gabash, këtë po thamën. Po si feme nuk gudzon ti me deris në Janë të null ditë për ditë, janë të null. Po, unë po flasë qka duhet, ti po flasë qka realitetin po duhet, ashtë të folë me dy, po nuk ashtë... Po, unë po të dha menimin tem, mërbur. Ama ndëgjëni, thellësia kësajna, pse po veprujnë ashtu femnat? Pse, do shtë nuk janë të lumtur në qift, a qa ka ndonë? Qa më ndonë të nelir? Nuk ka arsitim me vepru ashtu. Jo, s'ka arsitim. Ajo vepër është gjona ma dopë që mund është me bu. Tepër. Edhe ti si femën, ama pse po ndodh kjo? Besnike, kur si e moralshme, kur rralë, s'ki vlerë. Nuk është okej. Jo, vërtet është. Ama pse plot femra po trahtojnë, po çka ka ndodhur, pse? Që ajo është thellësia. Lakmon, se njëri lakmon, unë nuk e di pse, nuk më ka ndodhur. Jo, po. Apo kupton, nuk e di Masi e pse femën besi, po thonë masi e femën çka mendon? Pse? Unë mendoj që e marrin si arsyetim që s'janë të lumtur me partner, po kur si e i lumtur me partnerin ton, mundesh me të shkput lidhjen edhe s'ki nevojë me pru deri te pika e tradhtisë. Ajo është dobësi shumë e madhe tradhtimi. E shkput edhe nuk je e lumtur edhe Ashtë ndrysh me folë bukur në sytë kamerave, ndrysh me folë bukur në sytë kamera, ndrysh me folë cilja realiteti. Realiteti atjetër. Ne... Po thamë, janë dy menime. Menimi me folë bukur në sytë kamerave, edhe realiteti. E tani qka përdo me realiteti atjetër. Që kjo është tema e mirë me folë në sytë kamerave, që të mund mi folë tema të lullzume. Mërë është totalisht normali me u diskutu një temë dhe se cilë me posë menimit kundër parë. E tani ti s'pe pranon faktin që dikush e ka një menim tjetër. Së është fa unë po shprej menim. Se po thuftu se po folim për kamera, a im të bu mua vetë. Po të pejtime. Se po e degradon mua vetin e po këtësen kamera. Unë po ta kuptoj të menimi, edhe unë jam rritë shumë old school. Unë jam ka folin për gjithësi. Ti e ki realitetin tonë, e nuk e muhova unë, asë një gjatë që e the. Ti arova dakord me ty që një femën që është flirti, që është në lidhje, është pa vlerë. Nuk është në rregull. A u mundova me të arsytu? Jo, se s'ka arsye. Kur ti jesh femën, nuk ki drejt me konë flirti. Nuk ka këtë tema. Nuk po të kuptoj tani pse po këtësem, pse po gjun kuja tani, ku po do me këtësem. Për kanë e pa të fjallin ti qëto. Për zote një, nuk jam... E për kanë e gjujtë ti. Nuk jam person që gjujë kuja, për zote një, beton një. Po du me ditë për kanë e pa të ti, për cilën ma bete pa edhe për mu të parin. Unë i pari, për shumë, kur du me shprej me Unë mendoj që na e kena, dhe që shena keq kuptu se nuk tham na dytë kur gjo kundër njëni tjetër, a i ka kuptojnë. Nuk ta mohova ato në qëtë. Nuk po të kuptoj, El, pse po e ke këtë, nuk po të kuptoj për zotën. Nuk po të kuptoj. Për çka? Pse po e ke këtë adin, nuk jena të njëjtit menim, tash jena të njëjtit menim, por edhe efekti i kamerave të banë ty si do menime vase tash tif po flet
dakord jam unë, ashtu duhet me kanë ti, po realiteti kë është, njerëzit po trajtojnë, njerëzit po gabojnë, a realiteti, se me full... Realitetin nga nuk Ti e ka ke përcime mirë për menimin, gjithkush. ti e ke mirë menimin, Se shumica jeton por në nuk ka kamera. Unë realiteti. veç po du me të lanë ty me ditë që nuk ta mohova realitetin, nuk thash ju. Po thjesht menimi. Divorcet janë rrit, Po. Qashtu është. immoraliteti arrit. Bravo. E vërtet. Si ju po foli çka ekziston, po pse? E vërtet. Ka shumë Shkaktor që pranishëm ku do dhe në çka do. Marrmania pse janë rrit divorcet. Ngrohet por janë rrit divorcet sepse njerëzit nuk po kanë nerva shumë mu marrë me një tjetër. Okej. E vërtet. Nuk po kanë një debat po unë fa du më da. E para, e dyta, Shumë e vërtet. immoraliteti arrit shumë sepse a bëhet gjë normale. Me trahtu Po, çfarë dikur për shembull, po kanë marrë ton katunit ka përzon pe katunit, e kupton. Edhe sot mundësi, le që arrit shumë immoraliteti, por edhe mundësia për me kriju diçka me dike janë rrit, sepse jeton ditën ti sot dush ta kesh Jennifer Lopezën ta kesh në krevat aty, si të hapsh Instagrami, si Dhe Beyoncé tjetër. shef ti Lakmia. si A të që ka shef dhënë edhe do? Pse ma marrmania janë që është tri rrit? arsyet. Është rrit edhe puna e divorcit se s'ka nguxu. S'ka nguxu, unajt në është gruja që ka dosh mundo, ka nejtë në shpe, e se ka marrë vesh kur kosh, po e në kont në ndam se s'ka guxu se s'ka pos ku me shku. Po dhe shti, E tash divorcet ka më marrë mëja, shumë okej, ma shumë divorcet dhe më më mëja, a janë të nu, për që janë të nu divorcet më mëja? A janë të nu anketa për s'ku bo. tradhti, apo janë të nu se nuk Që kombinojnë? anketa s'kumbo, në vesh qysh unë e menaj, qysh mu ma marrmania është që tash është ardhe një liri, ta mën qysh se cilë njëri monët me dalë dhe me folë për vetën e vetë, ta mën qysh menan. Për çka do? E unë e menaj që ma herët jenë konë shumë a shumë detyrumë. Jo po rri për hatër fëmijëve, jo po hi për hatër të këshive, Unë mos mendoj që menojnë që ka shumica ndonë e në raste domjen e nuk saj, janë tradhtia, që kjo është po në stan kryesore dhunën di që marrë s'ka familje. Por ti edhe ka puna që shumë persona janë rritë me nanë e babë. Edhe një farë mënyrët, është edhe sakrificë ndaj I fëmijësa. kanë harru traditat. Është edhe sakrificë ndaj fëmijësa. Traditat si të harrosh visht vjen të shtu sana. Jo, dakord jam me nuk ty, është dakord jam me jam ty. te Por raporti edhe dy familjoshëm. persona të rritun, nuk po tham për një kur janë 25 vjeça, po dy persona të rritun janë bë 50 vjeça, a kupton? Edhe për hatër të fëmijëve, mi rrit fëmijët me idenë se nënë e babë, mi rrit me edukatë ndryshe, rrinë, edhe bëjnë sakrificë vetin për hatër të fëmijëve. Po pa, respektoj që ato që ti po e për thu. shembull që një fëmijë është në shtë maj lumtur, me sa po kun du në me qetësit e babin në shtëpi, mastaj me kun qetësit e mamin në shtëpi, ose me nën që një fëmijë është maj lumtur me kun me një shtëpi, me mamin e babin, po mamin e babin mos mi pas vazhdimisht mi kry, tu mos kuptu. Apo kupton? Se Që sa ndoshta më thonë? që aty po du me... Cëla mënyrë për dem, ku po mëndon ti që rritët mija maj A lumtur? mëndon që fëmija ishë rritë ma mirë nëse ishë rritë i qetë, po i kishë pas 2 prëndë, po i kishë pas të ndonë, se sa me një hapë singuat ato ditën për lohën. Divorcet e ndarjet më të mëja janë të bë për shkak të tradhtisë se për shkak mos Unë kombinimit. mendoj Më për të mëja shkak janë të bë punës për në shkak të familje, tradhtisë. se tradhtia... Hajdet e dashnia. Hajdet e dashnia. ndrysh, m'fal, Ko kanë tutë të lirit, po tash me shku me vizitu motrën ose vllavin, me vizirë në telefon. Dashnia ka hub vet, ma herët ka pos dashni, tash nuk ka dashni. Nuk ka dashni. U rrit